fjalën për të kërkuar solidaritetin e kësaj salle të nderuar në lidhje me ndodhinë e para 2 ditëve në qarkun e Vlorës e veçanërisht në Sarandë, ku një stuhi e pa parë më herët ndonjëherë në ato zona, la pas 2 viktima, një peshkatar në Ksamil dhe një punonjës të OSHE-s në Himar, sikurse dhe shumë dëme mbi bizneset e zonës, mbi shtëpitë e zonës dhe mbi makinat e qytetarëve të Sarandës. Në kushtet kur ndryshimet klimatike kanë ndryshuar të rësisht armiq të cilën ne përballemi, armiq të cilët nuk janë njerëzor, por janë vetë klima, ka nevojë që ne të tregojmë në radhë parë solidaritet me personat e prekur dhe njëherëzi të vijojmë punën tonë për të ndryshuar politika siç e kemi nisur si vjet me buxhetin e shtetit, ku kemi për herë të parë ndryshuar mënyrën e financimit në bazë të riskut për sa i përket emergjencave civile. Kjo duhet të shkojë më tej dhe pushteti qendror dhe pushteti lokal ka nevojë që në këto çaste, veçanërisht në Sarandë, ku ka pasur dëme më të mëdha, por edhe në Himar dhe në Vlorë, të mundet që të financojë këto dëmtime që nuk janë për fajin të qytetarëve, por janë në kuadër të një emergjence të paparashikuar. Mirëpo, nuk mundet fatkeqësisht të flas vetëm për këtë çështje, duke qenë se shoh se ky kuvend e ka humbur kontaktin e vet me qytetarët. E ka humbur jo sepse nuk mundet dhe nuk dëshiron, por e ka humbur sepse dita më interesante e javës është vendosur nga enjtja e parlamentit, dita më interesante politike, në të mërkurën e përgatitjes së rrillsave. Dëgjova në fakt pak më parë kolegët të nderuar që e vlerësoj Jorida Tabakun që thoshte se si hyri me qytetarët të cilët thërrisnin parlament, krimi e tjera. Në fakt ne hym bashkë nga hyrja nga Toptani, nuk ishte asnjë njeri andej, ishte vetëm një i Lëvizjes Bashkë që thoshte tradhtar nga këta vori e pirotistët e Lëvizjes Bashkë, dhe që vetëm kaq, se ku dëgjuan këto parlamenti krimit, unë nuk e di. Pam pak më parë një koleg që mori dhe hodhi ca letra këtu. Dhe unë gjithmonë jam kurioz për atë të mërkurën në këto mbledhje në zyra që listojnë rrillsat që do bëjnë, që do bëjmë sikur zihemi me gardën, do të bëjmë një teatr këtu, do të hedhim ca letra, do të themi këtë gjë edhe po s'ndodhi. Ky nuk është politik. Ky është një show i shëmtuar, i cili na shkëput nga qytetarët, por i përket kësaj mazhorance që ne të vijojmë punën e parlamentit dhe të vijojmë të miratojmë reforma dhe ligjet në shërbim të Faleminderit. Zonja Tabaku